Përshëndetje të gjithëve. Unë jam drejtori i përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, quhem Sulejman Kuvalli. Siç jeni ndjeni edhe nëpërmjet postimit në faqen tonë të webit, për herë të parë në Shqipëri u shfaq sëmundja e PPR-s ose murtaja ruminante të vejit në një fermë në fshatin Domën të njësisë administrative postëri të Bashkisë Mërsie Madhe. Në kjo sëmundje u shfaq ose u njoftuam nga fermeri në datën 3/5 dhe shërbimi veterinar ka vajtë një herë atje ku ka marrë gjithë masa sipas ligjit dhe planit kontingjencë për këtë sëmundje. Ferma është vendosur karantinë, janë marrë mostra dhe janë dërguar në laboratorin e referencës i SUP. Me datën 4/5 nga përgjigjja e laboratorit rezultoi që në fermë kishin të bënin me sëmundjen e murtajës ruminante të vejit. Pas kësaj, shërbimi veterinar ka marrë gjithë masat, duke vendosur fermën në karantinë 21 ditore, si edhe duke proceduar me masat e tjera sipas planit kontingjencës. Ndërkohë, sot bëhet eliminimi i këtyre krerave në fermë dhe bëhet dezinfektimi i fermës dhe ngrit grupet e punës për monitorimin në zonës 3 dhe 10 km. Ndërkohë ka dalë dhe urdhri i ministrit, i cili ndalon lëvizjen e këtyre kafshëve në territoret marrëna zonës 3 dhe 10 km, që i bie Bashkia Shkodër dhe Bashkia e Mërësisë Madhe, ku nuk lejohet lëvizje e kafshëve. Ndërkohë në këtë janë bllokuar lëvizjet e kafshëve në përtregje, në përthetore, në mënyrë që ndikojmë ose të parandalojmë prapën e mëtejshme të sëmundjes. Duhet bëhet qartë, kjo është një sëmundje infektive që prek ruminantët të vejit, pra bakteritë e imta, dele dhe dhi, dhe nuk është një sëmundje zoonotike që kërcënon shëndetin e popullatës. A ka patur raste tjera, pasi raportohen morte baktishe edhe në fshatin? Pra, nga monitorimi i zonës dhe i gjithë rajonit të Shkodrës, nga shërbimi veterinar, kishim një indicje dje, në datën 4/5, dhe grupi i veterinerëve të shërbimit dhe të kontrollit të sektorit veterinarisë të Shkodrës u paraqitën në fermë, ku nga vizita në fermë, ato nuk konstatuan shenja të kësaj sëmundje dhe ferma nuk paraqiste nga ana shëndetësore asnjë problem. Sigurisht që është një sëmundje infektive, virusale, kur faktorët që mund përhapen janë të ndryshëm, janë edhe ruminantët e egër, po edhe vetë njeriu mund të jetë faktor përprap. Por me masat kufizuese që ne nga dita që kemi dyshuar për këtë sëmundje dhe me marrjen e përgjigjes pozitiv, janë ngrit grupet e punës, kanë dalë urdhët përkatës, në bashkëpunim me gjithë institucionet, me bashki, me AKU, me mjedis, me policinë e shtetit dhe me policinë bashkiake, do marrin gjitha masat për ndalimin e lëvizjes së këtyre kafshëve nëpër territore, në tregje, thertore, nga fermë në fermë, dhe shpresojmë edhe që këtë sëmundje ta kufizojmë në këtë vatër që na përshkaq. Nëse mishi këtyre kafshëve është edhe në treg, a është problem për konsumatorët? Pra mishët e qumshit e bëjnë të tyre. Atëherë kemi të bëjmë një fermë të vogël, prej 18 kokë dhi, e cila nuk ka dalë në treg, as qumshi as mishi, ata janë dhi të cilat janë për prodhim qumshi dhe jo për mish. Dhe nuk ka dalë as një pikë qumësht dhe as mish për në treg ose në fabrikat e përpunimit. Sigurisht që ne pranaj eliminojmë se mishi kafshës smura ose atyre që dyshohen që janë smura nuk lejohet të dalë për konsum publik, por e eliminojmë sipas legjislacionit fuqie. Nëse ka dalë ai qumsh, thotë fermeri, gjithë testimet të publikan hekse, mund të kemi pire. A ban rrezik për njerëz? Jo, thashë nuk është një sëmundje zoonotike që dhe virusi shkatërrohet në temperatura fare të ulta. Fermeri i cili ngriti alarm në postrik thotë se edhe kolegët e tij njëjtin fshat kanë pas disa raste por nuk i kanë raportuar. Për kontrollin fermat e postrikut.
Sigurisht që shërbimi veterinar ushton her pas here kontrolle edhe nuk ka konstatuar ferma të tjera të sëmura nga kjo sëmundje ose me shenjat për kace. Sigurisht që unë i bëj thirrje çdo fermier, jo vetëm në rajonin e Shkodrës, por në gjithë territorin e Republikës, që kur dyshon që ferma e tij ose bakterinë në fermën e tij paraqesin shenjat të sëmundjes, njëherë të njoftojë shërbimin veterinar më të afërt, qoftë shtetëror, qoftë privat. Në rast të kundërt, ne kemi në si drejtori e përgjithshme kemi një numër të gjelbër, i cili është 0800 36 36 dhe mund të kontaktojnë një herë aty dhe shërbimi veterinar është krejt në gatishmëri për t'i ardhur.